drejtësisë së politike mbështet një gjë të tillë. Zekthi, pra Berisha vion të quajë SPAK prokurori politike dhe nuk beson se Trump SPAK mbështetet nga amerikanët. Berisha e quan do ta quajë SPAK-un prokurori politike për sa kohë ai të jetë vetë në një konflikt interesi me SPAK-un. Ai është njëri që po hetohet, është në gjyq në gjykatën e shkallës parë në Tiranë, kështu që nuk ka si ta legjitimoj, sepse po ta legjitimoj i bie që të një farë mënyrë të vetëfajsoj veten e tij. Ndërkohë që ka pretenduar dhe pretendon që është i pafajshëm dhe po akuzohet me të padrejtë. Zoti Berisha në momentin që presidenti Trump u zgjodh, pra u shpall fitues, që në atë moment zoti Berisha tha që 10 prokurorë të George Soros po japin drejtjen, po largohen, drejtësia po pastrohet, pastrohet drejtësia kudo, pra ka mbajtur këtë lloj narrative në këmbë që ardha e presidentit Trump do godaste edhe prokurorin SPAK në Shqipëri dhe do delegjitimojë edhe prokurorin SPAK në Shqipëri dhe prokuroria SPAK në Shqipëri do jetë gjithmonë më dobët derisa ato ndryshojë apo transformohet fare plotësisht edhe prej frymës presidentit Trump. Tani që edhe kjo gjë mori më shumë jehon kohën kur presidenti Trump mori detyrën, pra u inaugurua president në fund janarit të vitit që jemi, u tha që tani do jetë edhe më e fortë fortuna kundër prokurorit Soros, kundër SPAK-ut si Vegle Soros dhe largimi i misioneve të SBA-s nga asistenca për SPAK-un u duk sikur rezonoi me atë që pretendonte që po thoshte Partia Demokratike. Rikthimi rrezoi këtë narrativ. Edhe tani nuk mund të thotë dot që presidenti Trump po mbron George Sorosin, do të thotë që nuk po e mbron George Sorosin, nuk po e mbron ku di unë. Se shikoj unë e kam vetë bezdit tas për këto gjëra. George Soros më duket një marrëzi që të kthejmë në narracion politik total një njeri që pas ka ndryshuar botën, pas ka marrë për këmbë botën, po gjithsesi po hym në gjuhën e politikanëve shqiptar. Pra ardhja e misioneve amerikane. Kjo është gjua kryesisht e politikanëve amerikanë, sot është e Trumpit. Nuk është asaj unë dhe me atë nuk jam dakord, do me ditë, po megjithatë është më bet tjetër, domethënë. Pra nuk është eksaktësisht ashtu, po do ishte limituese thoshë që po merren shqiptarët me Sorosin, po merret Trumpi me Sorosin. Ne këtu nuk kemi narracion tjetër politik përveç George Sorosit, edhe mesazh tjetër politik për George Sorosit, edhe strumullar tjetër politik për Arsye pse e di. Rezonon kjo gjë. Nevoja që ka politika shqiptare për të gjetur një fabull, po nevoja që ka politika shqiptare për të gjetur një fabull, nuk mund të jetë nevoja e popullit shqiptar për të patur një politikë tjetër. Pra po thua Berisha është i zënë keq dhe nuk ka çfarë thotë. Absolutisht po. Se Amini është për koherencë. Është konflikt interesi. Koherencë narrative politike? Do doja të dilte nga kjo, më falë një sekondë. Artificiale thotë. Do doja shumë që të dilte Partia Demokratike nga kjo lloj narrative, pra një narrativ tjetër do fiton të zgjedhjet. Duhet të fitojë zgjedhjet, po të bëjë narrativin tjetër. Unë nuk mendoj se Partia Demokratike duhet sulmoj SPAK-un dhe nuk besoj se intereson të sulmoj SPAK-un. Politikisht mendoj që është lëvizje e gabuar. Nga ana tjetër thash që gjërat nuk janë bardhëzi, se shkollaj të thuash se edhe narrativa që në SPAK kemi ca heronj që nuk e di nga i prodhoi populli shqiptar mbas 1000 vjet histori prodhoi ca kolos të ndershmërisë edhe të luftës edhe ne do t'i besojmë këtyre prisave të jashtëzakonshëm, edhe kjo narrativ është narrativ jo realiste, jo e besueshme. SPAK-u ka probleme serioze. Një ka probleme dhe është dehetimin e zotit Berisha. Ka 4-5 vjet për një çështje që ka ndodhur para 15 vjetësh, 17-18 vjetësh. Sa vite i duhet për një politikan aktiv që SPAK-u ta mbylli këtë hetim? Nuk po them ta mbylli në mënyrë tjetër. Sa vite duhen që të mbash një politikan aktiv nën hetim për një çështje 15 vjet përpara? 4, 5, 6, 7, sa? Dhe kjo është e patolerueshme. Dhe natyrisht kur flet zoti Berisha është dhe një palë me SPAK-un përballë, e ka pasur të vazhdueshme, e ka pasur sepse opozita ka menduar për një kohë të gjatë që është atakuar nga SPAK-u më shumë se të tjerët. Dhe kjo është e kuptueshme, por nuk është ky problemi. Nuk është problemi të komentojmë tani se çfarë thotë zoti Berisha, si e ka ai, pse e ka ai. Problemi që ndron të flasim për SPAK-un, se SPAK-u na intereson, ky është institucioni që na intereson neve. Unë mendoj që opozita nuk duhet ta sulmojë SPAK-un, unë mendoj që opozita intereson edhe ta garantoj SPAK-un që të vazhdojë punën e vet. Po si ta garantoj një minutë se opozita thotë SPAK-u është i Ramës. Këtu ndahet çështja. Po mirë dakord, tani vetëm mendimin tim. Po, mendimi juaj është, e besoni ju se besoni ju këtë gjë, ka të drejtë, s'ka të drejtë, se kjo e ndan apo jo? Ky lloj koncepti i opozitës. Shija, SPAK-u, se ne edhe për SPAK-un flasim një sesë Berisha thotë kontrollohet nga Rama dhe gjithçka më ndodh mua është politike. E kuptova. Dhe unë po ta them qartë që nuk mendoj që opozitës intereson të sulmoj SPAK-un. Nuk është në të mirën e saj politike, sidomos para zgjedhjeve, të sulmoj SPAK-un. SPAK-u për mirë ose për keq është institucioni që gëzon autoritetin më të madh në publik. Ka besueshmëri të madhe në publik se çdo politikan dhe çdo institucion shqiptar. Pra sot shqiptarët për një mënyrë më tjetër besojnë që SPAK-u ka bërë punë shumë të mirë, në mos besojnë tek SPAK-u ndershmërinë e SPAK-ut, besojnë që SPAK-u po hakmerret për pandëshkëshmërinë e politikanëve, po i jep hakun dhe shqiptarëve të nëpërkëmbur. Por
Nuk ka rëndësi kjo gjë. Ajo që është rëndësishme është çfarë standardi përdor SPAK-u kur heton politikanët. A është në shërbim të politikës shqiptare që SPAK-u mban një politikan 4-5 vjet në hetim për një çështje e cila është mbaruar si çështje. Sot duhet kishte mbaruar. Njësoj si incineratorët, duhet të mbaruar që para 3 vjetësh. Edhe incineratorët s'do ta mbaj kaq gjatë. As zotin Berisha s'do më ketë. As zotin Velia që zë vendimi tim s'do ta mbaj sa e mban. Dhe shumë të tjerë s'mund t'i mbaj. Dhe ky është problem i vërtet i SPAK-ut. Dhe SPAK-u do të jetë i vetëdijshëm që veprimet e tij kur heton politikan caktuar kanë pasoja politike. Dhe SPAK-u nuk duhet ndryhej në politikën e vendit përmes zvarritje standardeve dyfishta. Duhet të nxjerrë çdo politikan para drejtësisë, por do të ketë një standard të vetëm. Që hetimet duhen bërë me atë ritëm, me atë precedencë dhe me të njëjtin standard. Jo diku me një standard, diku me një standard tjetër. SPAK-u i mbylli shumë shpejt Elbasanin dhe Fierin. Kur erdhi puna nga Tirana, 5 vjet. I njëjti grup, të njëjtat gjëra, të njëjtat persona. Pse kaq e thjeshtë për ta mbyllur një dhe kaq e vështirë 3 herë, 4 herë, 5 herë koha për dikë tjetër? Dhe ke zotin Meta gjithashtu. Edhe ai ka 4-5 vjet jetohet. Sa vjet do të jetohet një person? Do ta mbash të ri karrierën vetë politike, do ta mbash 15 vjet në hetim. Atëherë opozita thot, mbash kaz dhe thot kam të drejtë, është i kontrolluar. Jo, unë nuk po them të gjë, unë po them çfarë tjetër. Jo, po them çfarë them opozita, pra dakor, do bëjmë një analizë apo jo? Ka të drejtë opozita apo jo? Kur e thot këtë? Edhe një herë, pra, shiko. Jeni, unë po më jap mendimin tim. Çfarë mendoj për SPAK-un? Unë mendoj që opozita natyrisht që e ka gabim pjesë sipas teje, kontrollohet SPAK nga qeveria, nga Rama? Tani kjo është një fjalë shumë e vështirë. A ndikohet patjetër më. Si ka mundësi që zoti kryeminist nuk është thirrur asnjëherë për incineratorën e Tiranës? Më thuti mund çfarë thanash vetëm për ta marrë në pyetje. Në çfarë thanash kryeministi s'do pyetesh asnjëherë për incineratorin. Kur dihet që ai ka qenë një nga personat. Janë 140 milionë euro, janë bërë pagesa nga qeveria, nga buxheti i shtetit që ka zoti kryeminist, në mënyrë të vazhdueshme, në kundërshtim me ligjin, sepse nuk mund të paguash asnjë gjë, po mos u bë raporti i punimeve, pra është raportuar që nuk është edhe një tull dhe janë dhënë 140 milionë euro. Pyetja ime është kush ministri ka dhënë të para? Ministri i Financave dhe ministri i Linjës, nuk e di kush është në këtë rast, o mjedisi o energjetika. Dhe patjetër kryeministri, se çdo vit miraton buxhetin. Tani zoti kryeministri që ka miratuar buxhetin për një gjë që s'ndodh dhe të tjerët, ka përgjegjësi për këtë gjë? Të paktën për shpërdorim fondesh ose detyre? Patjetër më. Është pyetur ky nga SPAK-u? Janë pyetur këta persona pse kanë bërë pagesën kundërshtim me ligjin? Nuk janë pyetur. Ky është standardi dyfisht. Ndërkohë që zoti Berisha po e pyet për çdo gjë, po pyet familjarë çdo gjë për një vendim qeverie të një kohës. Patjetër që ai duhet pyetet, patjetër që ai duhet mbaj përgjegjës. Por ama jo një standard për kryeministin, një standard për kryetarin e opozitës. Në këtë lloj kuptimi, i lindet drejta opozitës që thotë që kanë ndikuar politikisht ose zoti Berisha thotë pastaj kontrolluar. Unë mendoj që janë ndikuar. Dhe fundit dhe mbylla është kjo gjë. SPAK-u nuk është një institucion unik. Janë prokuror të pavarur krejtësisht. Aty patjetër që ka prokuror shumë të ndershëm dhe punëtor, patjetër që ka prokuror që janë më të lidhur me qeverinë dhe janë më të bindur ndaj qeverisë. Dhe ne e dim, ka pasur raste sa duash që një pjesë e këtyre hetimeve që po flasin incineratorët janë bërë nga prokurorë të cilët në mënyrë të vazhdueshme janë më afër qeverisë edhe janë më tolerant ndaj qeverisë. Në këtë lloj kuptimi, problemi është SPAK-u është problemi, nuk është zoti Berisha ato zoti Berisha për SPAK-un. Se politika këtë punë ka. Drejtësia është pushtet më vete. Dhe balancimi në një shoqëri demokratike është balancimi dhe reciprok i pushteteve. Politika ka për detyrë ta kritikojë SPAK-un, siç SPAK-u të hetoj politikën, siç kuvendi të bëjë ligje për SPAK-un. Tu s'ka asgjë të keqe në këtë lloj zhvillimi. Hila e dakord? Po Zekti do të thotë diçka, më fal Hila, edhe më kërkoj fjalën. SPAK-u nuk është një organ drejtësie dhe nuk bën drejtësie dhe po si mos e ka SPAK-u pjesë e pushtetit drejtësisë. Jo, nuk është fare. Wow. Po si çfarë? Është gjykata pushtetit drejtësisë. Po ai po SPAK-u është pushteti ekzekutiv. Okej, mirë. Zoti Samin, më vjen keq. SPAK-u është pushteti ekzekutiv, nuk ka të bëjë fare me drejtësi. Që ka ekzekutiv SPAK-u nga qeveria. Jo nga qeveria, pse nuk është edhe qeveria pushteti ekzekutiv. Okej, mirë. Besoj ka gjëra elementare nga shkenca politike dini ju. Pra SPAK-u nuk është një organ i drejtësisë. Veprimi SPAK-u është organ i qeverisë, ekzekutiv është. Jo i qeverisë, është ekzekutiv, por jo i qeverisë. Po zoti nuk është vetëm qeveria ekzekutiv. Okej. Apo ka që thishë, ushtria ç'është? Është ekzekutiva apo ç'është? Është qeverisë? Jo. Varet nga shtapi i përgjithshëm. Ekzekutivi është qeverisë është. Kryeministri e drejton. Nuk varet. Kryeministri e drejton, e emëron, e shkarkon politikën, i jep buxhetin, pavarësisht. Të gjitha. Nuk e emëron kryeministri. Edhe policia. Nuk e emëron kryeministri. Pavarësisht se janë organe kushtetuese dhe kanë pavarësi në ushtrimin